Endrit Shabani u zgjodh avokati i popullit me 85 vota pro nga kuvendi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi mirator. Në bazë të votimit, zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit. Pas zgjedhjes, Shabani ka reaguar duke thënë se ka mbetur i befasuar me deputetët e opozitës, të cilët sipas tij fillimisht e inkurajuan, i dhanë firmat e tyre sipas ligjit, por më pas vendosën ta braktisin kandidaturën e tij. Mbrëmë mora për kandidaturën time si avokat i popullit një vot besim sa të rëndësishëm dhe personalisht prekës, aq edhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Mbetem akoma i befasuar me deputetët e opozitës, të cilët fillimisht më inkurajuan me dashamirësi, më dhanë firmat e tyre sipas ligjit dhe më uruan sukses. Por më pas vendosën ta braktisnin kandidaturën time, a thua se nuk ishte e tyrja. Nga ana tjetër, deputetët e mazhorancës fillimisht refuzuan të më jepnin qoftë edhe një firmë, megjithse disa prej tyre i kam miq, me argumentin se Partia Socialiste nuk do të hynte në këtë punë të opozitës, por në momentin final më votuan që të gjithë, madje me votë të fshetë, duke më besuar detyrën e avokatit të popullit. Megjithatë, me keqardhje për vijën e pakuptueshme të partisë së tyre, dua t'i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmat e tyre më dhanë mundësi të kandidoj për këtë funksion kushtetues. Gjithashtu, nuk mund të mos i falenderoj po aq sinqerisht deputetët e mazhorancës, pavarësisht se jam i vetëdijshëm që më shumë se për mua, vota atyre ishte një akt pjekurie politike për të zgjidhur ngorçin e stërgjatur të institucionit dhe hedhur një hap domethënës për procesin e negociatave, ku ky ngërç shënohej si detyrë pa kryer shtëpie. U shpreh respekt për nivelin e dallueshëm më të lartë politik dhe i siguroi se në kryerjen e kësaj detyre të rëndësishme do të bëj më të mirën për të gëzuar respektin e të gjithëve, shkruan Shabani.